Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirëplot. Falënderimi I takon Zotit të botëve. Ato e madhron çfarë ka në tokë e çfarë ka në qiell. Ai është I gjithëpushtetshmi, absoluti. Salatet e selamet tona ja dërgojmë më të mirit të njerëzisë Muhammed Mustafas, familjes së tij të pastër dhe shokëve të tij besnik. Të dashur besimtar, të nderuar qytetar të Kosovës, vëllezër e motra. Sante në vaktin e iftarit besimtarët musliman mbyllin agjerimin e muajit të madhëruar të Ramazanit, një ndër themelet e besimit islam, I cili kryhet nga besimtarët vetëm për krijuesin e gjithësisë. Agjerimi si ibadet në vete ngërthen vlera të shumta, përmes të cilave besimtarët arrin kënaqësinë e krijuesit, ndaj të cilit me sakrificë dhe me devocion unik shprehin për kushtimin e dashurinë ndaj Zotit. Po ashtu agjerimi muajit të madhëruar të Ramazanit e bën besimtarin më të kujdesshëm e më të ndjeshëm ndaj familjes, farefisit, rrethit të shoqërisë, pra e bën më të dashur, më të urtë e më human. Misioni I agjerimit është të disiplinojë e fisnikrojë njeriun e komunitetin, ta ringjallë shpirtërorën përballë materjes, të mirën kundër të keqes, humanën e solidaren kundër egos e kopracisë, ndjesinë e përgjegjësisë ndaj papërgjegjësisë e kështu me radhë. Vlera këto që japin kuptim e substancë misionit të njeriut në këtë botë. Ne gjatë gjithë muajit të Ramazanit, të cilin po e përcjellim sot, shtuam lutjet e ibadetet tona. Ishim më afër mësimeve kuranore, më afër porosive të pejgamberit alayhis salam dhe më të ndjeshëm për ata që kanë nevojë për ndihmën e përkrahjen tonë. Me një fjalë, edhe në vepër manifestuam për kushtimin e besimit në Zotin një, gatishmërinë tonë për falje dhe fuqinë tonë për bamirësi e solidaritet. Agjerimi I muajit të madhëruar të Ramazanit kërkon për kushtim, sakrificë, disiplinë, rregull e qetësi, pari me këto që e veçojnë këtë ibadet e këtë muaj. Vëllezër e motra, ky Ramazan për ne si edhe për të gjithë besimtarët e botës që më I veçantë, nga se siç dihet tash e një kohë po përballemi me virusin COVID-19 që tashmë është në shkallë të pandemisë globale. Për shkak të pandemisë, ne muslimanët jemi privuar nga namazet në xhami. Kështu që gjatë Ramazanit, përveç namazeve tjera, na ka munguar dhe namazi I Taravis. Na kanë munguar vizitat e iftaret e njëri tjetri, që gjithashtu janë prej nimeteve të këtij muaji. Mirë po, ne me qëllim të ruajtjes së shëndetit tonë dhe mbrojtjes së jetëve të njerëzve tanë, të gjitha ibadetet e lutjet e nevojshme I kemi kryer në ambientet tona familjare dhe kemi shndruar shtëpitë tona në xhami. Kujdesim për shëndetin publik e kemi urdhër nga I Madhi Zot dhe nga porositë e pejgamberit ton të dashur Muhammed Mustafas, si dhe nga mësimet dhe praktikat e mjekëve të hershëm musliman. Sipas njohësve të fushës, pandemia po shkon drejt fundit, mirë po virusi është ende I pranishëm në mesin ton. Andaj na duhet edhe pak durim, edhe pak disiplinë e rregull që të dalim me sa më pak pasoja nga virusi në fjalë. Nëse kemi kuptuar drejt dhe kemi përvetësuar mësimet e virtytet që jep agjerimi për besimtarët, atëherë duhet të jemi të durueshëm, nga se agjerimi është simbol I durimit e qëndrueshmërisë. Andaj na duhet durim se vërtet durimi, rendja rregulli janë parime të fesë sonë. Populli ynë në vazhdimsi ka ditur që të rreshtohet drejt. Gjithherë ka manifestuar kulturë të lartë të përgjegjësisë, qoftë si individ, po edhe si shoqëri. Kjo më së miri u dëshmua edhe tani me rastin e pandemisë, ku me zbatimin dhe aplikimin e udhëzimeve profesionale nga kompetentet, vërtet treguam kulturë të lartë e përgjegjësisë qytetare dhe kështu kemi arritur të përballojmë mirë pandeminë që rrezikon shëndetin publik. Vëllezër e motra, ne nesër kemi festë e cila vije pas përfundimit të muajit të xherimit Ramazanit. Shkaku I pandemisë nuk do të kemi mundësi që të falim namazin e Bajramit. Andaj juftoj të gjithëve që të ruani karakterin festiv të Bajramit në shtëpitë tuaja me familje, pranë të dashurve tuaj.
ju porosis që të shmangni vizita tradicionale që bën për Bajram, sepse rreziku nga pandemia nuk ka kaluar ende, ndërsa ne me veprimet tona dhe disiplinën tonë mund të bëjmë që ky virus të dobësohet dhe sa më parë të shpallim fitoren ndaj kësaj pandemie. Duke lutur Zotin që të ketë pranuar agjërimin, lutjet, ibadetet e punët tona të mira, kudo që jeni ju përgëzoj e ju uroj të gjithëve festën e Fitër Bajramit. Me hajre me të mira na qoftë festa e Fitër Bajramit.